My name is Barbara Bunz. Përshëndetje, unë quhem Barbara Bunz dhe jam nga Zvicra. Kam filluar të vi në Shqipëri në vitin 2014 dhe që atëherë kam qenë këtu pothuajse çdo vit. Në fillim erdha si pjesë e një projekti ku kisha mundësinë të përfshihesha në organizimin e disa shëtitjeve turistike në zonën e Alpeve, me synim tërheqjen e turistëve në rajon. Pas kësaj fillova të kthehem shpesh dhe gradualisht nisa të njoh më mirë Shqipërinë, jo vetëm nga perspektiva turistike apo për shëtitjet në natyrë, por edhe përmes lidhjeve që krijova me njerëzit dhe kulturën. Sot ndihem e lumtur që kam mësuar shumë për këtë vend dhe kam vizituar shumë zona. Kam qenë në vende të ndryshme së bashku me grupe turistike, me burrin tim, por edhe me miq të afërt. Çdo vizitë më ka dhuruar histori dhe përvoja të veçanta. Kam parë dhe përjetuar shumë gjëra të bukura, dhe tani ndjem sikur ky vend është bërë pjesë e imja. Më pëlqen të jem këtu, sepse Shqipëria është plot jetë dhe plot aktivitete. Më duket sikur jam bërë pjesë e saj. Ky është pasioni im për Shqipërinë. Not just for a reason touristic or for reason hiking. Yes, the first in 2014 of course. Për herë të parë vizitova Shqipërinë në vitin 2014. Ishte gjithçka e re për mua. Në atë kohë të gjithë më pyesnin: "Shqipëria, çfarë do të bësh atje?" Shqipëria disa kohë nuk ka qenë një vend shumë i mirë. Shumë njerëz nuk e njihnin mirë Shqipërinë. Të paktën, gjenerata ime nuk kishte dëgjuar. Madje disa e ngatëronin me ish Jugosllavin dhe me pyesnin nëse ishte e rrezikshme të vije këtu. Unë u shpjegova se po udhëtoja me një mik dhe qëllimi ynë ishte të ndihmonim në zhvillimin e turizmit në disa zona. Hera e parë nuk u ndjeva shumë e sigurt për të lëvizur vetëm, pasi nuk e njihja mirë vendin. Erdha në Tiranë dhe qëndrova tek një mike në apartamentin e saj. Me të dhe disa miq bëm disa udhëtime në veri, ku po punonim për disa projekte zhvillimi turistik. Vitin pasues, u ktheva përsëri për të vazhduar punën, por këtë herë në një zonë tjetër. Shqipëria më bëri përshtypje të madhe për natyrën e saj të mrekullueshme, dhe unë gjithmonë kam dashur të bëj shëtitje dhe eksplorime në natyrë. Çdo vit që kthehesha, e njihja më mirë vendin dhe njerëzit. Kam njohur shumë njerëz dhe jam shumë e lumtur për këtë. Kam pasur mundësinë të udhëtoj në zona të ndryshme historike, me grupe, me bashkëshortin tim, por edhe me miq. Çdo udhëtim më ka dhënë përvoja të reja dhe më ka bërë të dashurohem më shumë me këtë vend. How I do understand why Albania is so Kur do ta njohësh një vend, duhet të shkosh atje, të pushosh dhe ta kuptosh atë vend. Unë nuk erdha këtu vetëm për Tiranën, Sarandën apo për monumura si Butrinti, por më interesonte të njihja historinë dhe kulturën lokale. Më pëlqen të udhëtoj ngadalë, të qëndroj në një vend dhe ta përjetoj nga afër. Shqipëria është kaq e bukur me njerëz mikpritës, natyrë të mrekullueshme dhe vende historike të mahnitshme. Kjo është arsyeja pse e dua Shqipërinë. Çdo herë që vi, më duket sikur bëhem pjesë e historisë dhe kulturës së saj. Kam krijuar shumë lidhje me njerëzit këtu, dhe çdo përvojë më ka lënë përshtypje të mëdha. Shqipëria nuk është thjesht një destinacion turistik, por një vend me të cilin jam lidhur shpirtërisht. This is in the north. Kjo është një pamje nga thethi në veriun e Shqipërisë. Of course, a very well-known place. At that moment, not yet as Atëherë, po flisnim për veriun e Shqipërisë, që është një zonë shumë interesante, por jo ende shumë e njohur në kohën kur unë e vizitova. Në atë periudhë nuk kishte shumë infrastrukturë turistike, sepse disa nga rrugët u ndërtuan më vonë. Veriu ka një natyrë të mrekullueshme dhe ofron shumë mundësi për hiking. Duke qenë se unë jam e apasionuar pas shëtitjeve dhe ecjes në natyrë, më pëlqeu shumë. I did as well in this place. I did some of that work. So that's what I did. What my work was. Kjo është ajo çfarë unë kam bërë. Pjesë e punës ime ishte shënimi dhe krijimi i rrugëve të shtigjeve, me qëllim që turistët të mund të orientoheshin më lehtë dhe të gjenin destinacionet e tyre, të dinin se ku duhet të kalonin. E gjitha kjo kishte për qëllim ta bënte rajonin më të aksesueshëm dhe më tërheqës për vizitorët. 14. Kjo foto është bërë në vitin 2014 ose në vitin 2015.
So of course I experienced the Rocky with. Sigurisht kam eksperiencë me raki dhe kafe. Në ato udhëtime shpesh ndodhte që të takonim njerëz që na ftonin në shtëpitë e tyre. Ata na ftonin dhe sigurisht na ofronin kafe dhe raki. These places we met people. Why? Because Më pëlqen të pi, të ha, të kem komunikim me njerëzit dhe të jem pjesë e jetës së tyre. Ju keni shumë raki këtu. To sit down. I learned that Ka mësuar se pothuajse të gjithë përgatisin rakinë e tyre dhe çdo shtëpi ka rakinë e saj. Unë e kam shijuar shumë, ndonjëherë edhe me 2 ose 3 gota. So I tasted many of them and sometimes this I can't say, I can tell you. Nuk mund të them se në cilin qytet është rakia më e mirë. Është e vështirë të përgjigjem sepse çdo vend ka shijen e tij. Çdo familje kishte rakinë e saj. Dhe më pëlqente që në çdo vend ku shkonim, shija e rakis ishte disi e ndryshme. Nuk mund të tregoj për cilësinë e rakis, por mund të tregoj për përvojën që ndan me njerëzit duke krijuar komunikim. I can tell about quality of Rocky, but I can tell about what Rocky is. It's a very important fact for having communication. I want to tell you just on the moment what I see now. Dua t'ju tregoj ju atë që unë shikoj në atë moment. Unë nuk bëj foto vetëm për t'i bërë ato të bukura. Bëj foto aty ku kaloj. Ndoshta ana tjetër mund të kishte pamje më të mirë, por unë bëj foto kudo që të jem dhe çfarëdo që shoh. Dua të kem foto që kapin gjërat ashtu siç janë. Janë momente ku unë qëndroj, si kjo urë që nuk funksionon më. Dhe kjo është ajo që mua më intereson. But I just take photos. Yes, I experienced these streets. Po, kam kaluar në rrugë në zona malore ku ato ende nuk ishin shumë të njohura. Haven't been yet. Yes, as well. Po, në theth, ne I përdorim këto rrugë për të arritur në vendet ku duhet të punojmë. Edhe pse rrugët nuk ishin në gjendje të shkëlqyer, ato ishin të mbushura me njerëz dhe makina. Ishte një aventurë për t'i dhënë makinës në këto rrugë. Unë kur nuk I kam dhënë makinës vetë, gjithmonë shofer kam pasur një mik. For our work, to get to places to do our work. In Switzerland, we have many immigrants. Ndoshta ka njerëz që kanë mendime negative, por unë mendoj se kjo është normale. Në Zvicër kemi shumë emigrant nga Shqipëria dhe Kosova, dhe ndonjëherë përvoja e tyre nuk është gjithmonë pozitive. Shumë herë nuk janë të mirëpritur. Eksperienca që vendi jon ka me njerëzit e Ballkanit, jo gjithmonë ka qenë një histori e bukur, një histori e lumtur, por për mua është normale pasi jo çdo njeri nga vendi im është I mirë apo I sjellshëm. Për fat të mirë, mendimi për Shqipërinë si një destinacion turistik ka ndryshuar shumë në vitet e fundit. Tani shumë njerëz e shohin Shqipërinë si një vend të sigurt, mirëpritës për të vizituar. Nuk mendoj që ka më njerëz që mendojnë që Shqipëria është e rrezikshme, apo se është një vend ku mund të humbasësh dhe të ndjehesh jo e mirëpritur. Këto 10 vitet e fundit, në vendin tim, Shqipëria është bërë një vend ku mund të shkosh. It's normal that this is like this because not every person that is from our country is a nice person. Much, very much. Shumë. Kur shikon në rrugët e vjetra që ishin kudo në Tiranë dhe në veri, siç e shikoni në këtë foto, që tani I përket të kaluarës, pasi ato tani janë më të mëdha dhe shumë më të mira. All over the country, even in Tirana area. As well, of course, in the north, many places it's no more like this. Jo më, kur erdha për herë të parë, rrugët ishin të ngushta dhe të prishura. Tani ato janë më të mëdha dhe shumë më të mira. Për shembull, rruga nga Rinasi në Tiranë është hapur shumë. Tani ka hotele të reja dhe shumë mundësi për të eksploruar. Kur erdha herën e parë, nuk kishte aq shumë mundësi për të shijuar ushqimin lokal, por tani ka shumë restorante dhe dyqane. Veçanërisht Tirana ka arritur zhvillime të mëdha. Kam parë sheshin Skënderbej, ka shumë dyqane dhe restorante. Shqipëria ka bërë përparime të mëdha në zhvillimin e saj si destinacion turistik dhe jam shumë e lumtur për këtë. Kam vënë re një rritje në praninë e policisë në Shqipëri, që tregon një angazhim për sigurinë e turistëve.
Tani në Tiranë nuk është më e nevojshme të flasësh ndonjë gjuhë tjetër përveç anglishtes. Pothuajse të gjithë flasin anglisht ose e kuptojnë atë mjaft mirë. Unë nuk vi këtu vetëm për të përjetuar struktura turistike, por për të njohur Shqipërinë në thellësi, duke zbuluar detaje dhe histori të vogla. For example, and then as well, many stores, many restaurants, of course. In a village. Yes, it's so beautiful to see the... Në këto foto që shihni ndodhemi në një fshat dhe shumë e bukur të njoh kulturën lokale. How it has been before of possibilities. Në këtë foto nga një fshat, është shumë e bukur të shohësh detajet e kulturës lokale. Besoj se kjo është një punë e dikujt që kishte pak materiale dhe e ka ndërtuar këtë me atë që kishte në dorë, duke e bërë me shumë kënaqësi. Më pëlqen të theksoj sa e bukur është ky detaj dhe po përpiqem të përshkruaj se si janë fshatrat në Shqipëri. I love to see how beautiful this detail is. Villages and towns Fshatrat këtu janë shumë ndryshe nga ato në Zvicër apo në vende të tjera. Në çdo vend, fshatrat kanë karakteristika të ndryshme, zakonisht janë më të vegjël dhe kanë më pak njerëz. Në Shqipëri ndoshta fshatrat janë më të populluara, sepse shumë njerëz dëshirojnë të jetojnë aty. Në Zvicër situata është paksa e ngjashme, por jo aq shumë. Kur shkon në zona më të izoluara, do të gjesh njerëz që dëshirojnë të migrojnë në qytete më të mëdha, sigurisht për më shumë mundësi. Mendoj se fshatrat në Shqipëri tregojnë një histori të pasur dhe një mënyrë jetese që ndonjëherë është më e dukshme se sa në qytetet e mëdha. Kjo foto ofron një pamje të bukur dhe na tregon se si ishte jeta këtu, dje dhe si është sot. Foto tjetër është nga piramida. Piramida është një objekt shumë i rëndësishëm. Nuk jam e sigurt nëse kjo foto është shkrepur në 2014 ose në 2015, por mendoj se është në 2014, jo më parë, sepse më parë nuk isha ardhur akoma. Kjo foto shpjegon veten. Kam ardhur këtu për ta vizituar dhe mendoj se është e domosdoshme të kisha një foto aty. Yesterday and before. I love it. I really love it now, today. Po e kam vizituar dhe jam shumë e impresionuar nga ndryshimet që janë bërë. Tani është më e bukur dhe më pëlqen shumë si është transformuar. The whole and to try to make out of that, very historical place. One has to visit it, of course. Ngjyrat dhe gjithçka rreth saj më pëlqen shumë. Mendoj se tregon historinë në një mënyrë shumë të bukur. Ju mund të bëni foto dhe të shijoni gjithçka. Kjo është ndryshe nga vitet e kaluara dhe unë kam disa foto që tregojnë se si është tani. Okay, next. Yeah. Somewhere there must be a photo from nowadays. This is in Shkodra. And shows me... Kjo foto është nga Shkodra dhe më tregon sa e bukur është struktura. Para se të vije këtu, nuk ishte shumë makina. Në vitet 90 shumë njerëz përdornin kafsh për të mbajtur gjërat e tyre. Ky është një ndryshim shumë i madh që kam parë dhe është interesante të kuptosh se si kanë evoluar gjërat me kalimin e kohës. No more new. The other side of Shkodra. Ana tjetër e Shkodrës është një vend shumë i bukur për turistët. E dua këtë vend sepse është shumë i gjallë. Very nice place for tourists, of course. Yes, as well. Here is the same. Yeah, but maybe not as much Po, as here. jo ka shumë sa këtu sigurisht. Kjo foto është fiks për të treguar çfarë mendoj. Shikoj njerëz që ulen në kafene nga mëngjesi deri në mbrëmje, duke bizeduar dhe të relaksuar nga mëngjesi në darkë. Duket se ata kanë gjithmonë kohë. Nuk e di nëse punojnë ose nëse kanë vende pune fleksible, por është sigurisht një vend ku njerëzit janë mësuar të kalojnë kohë jashtë. Ndoshta kjo është një nga arsyet për të cilat janë më të prirur për të shijuar shoqërinë e njëri tjetrit. Many people just sitting and lazy. It seems they have time. This is the train station of Shkodra. Ky është një stacion treni i vjetër që nuk është më në përdorim. Burrim është veçanërisht i interesuar për trenat dhe transportin publik, kështu që ne vizituam këtë ndërtesë dhe bëm një foto. Mendoj se është një foto në vitin 2022. Në Zvicër kemi rreth 100 trena që qarkullojnë çdo ditë, ndërsa këtu ka vetëm një tren në ditë. Kjo tregon një ndryshim të madh midis vendeve tona sa i përket transportit publik. Transporti publik në Shqipëri nuk është aq i zhvilluar sa në Zvicër.
Në Zvicër kemi një rrjet të gjerë trenash dhe autobusësh që lidhin pothuajse çdo pjesë të vendit, duke bërë të lehtë për turistët të udhëtojnë pa pasur nevojë për makinë. Yeah, one train per day. So, Në Shqipëri mund të jetë sfiduese të arrish vende të ndryshme pa një mjet transporti. Për shembull, nëse dua të vizitoj zonat malore, dua të ngas makinën time ose t'i them miqve të mi që kanë makina. Sugjerimi im për transportin në Shqipëri është që të zhvillohet pak më shumë transporti publik, veçanërisht në zona urbane si Tirana, ku trafiku është mjaft i rënduar. Dhe duke qenë se jemi duke folur për transportin, më kujtohet kur mora një autobus nga Shkodra për në Lëpush në vitin 2015. Ishte një përvojë shumë interesante sepse nuk e dija çfarë të prisja. Ishte një eksperiencë shumë interesante kur udhëtuam sepse kishte kaq shumë bagazhe dhe shumë njerëz. Ishte plot. Pata frikë se mos nuk do të arrinim dot në destinacion. Ishte një aventurë e vërtet, sidomos në atë kohë kur rrugët nuk ishin aq të mira sa janë sot. yes, I read about and I know about and I saw them very often. Kam lexuar dhe mësuar shumë për historinë e Shqipërisë. Këto I lexoja shpesh dhe lidhen me të kaluarën. Nuk kam një koment për të thënë nëse është e mirë apo e keqe. Janë shumë bunker në të gjithë vendin. It's good or bad. It just, I see that has been a time with these. The first time I went to Daiti. Ndajt, në Tiranë. Yeah, you see the... Kjo është hera e parë që shkova në Dajt. I shikoni këto kabullat këtu? Kjo është arsye pse e kam bërë këtë foto. Më pëlqen Dajti. in English. That's why I show these pictures. When I gather all the days, Mendoj se kohën më të gjatë e kam kaluar në Tiranë, Lëpush dhe Feth, por edhe në vende të tjera kam qëndruar për 1 ose 2 ditë, si Shkodra. Kam shkuar edhe në qytete bregdetare si në Durrës, Saran dhe Himar. Edhe pse kam shkuar në Bregdet, nuk jam shumë I interesuar për plazhet. Më pëlqejnë më shumë malet dhe zonat malore. Më pëlqen të shkruaj aq sa më pëlqen të bëj ecje në natyrë. Kam bërë një libër me foto. And the other places less. Yes, I did a book here. Po të gjitha, unë kam shkruar një libër me foto nga Shqipëria, duke treguar eksperiencat e mia dhe gjithçka që kam përjetuar. Kam bërë rreth 10 libra deri tani, një për çdo vit. Ato janë më shumë se thjesht tekste, janë histori dhe përvoja që kam mbledhur gjatë udhëtimeve. Kam treguar çfarë kam bërë, pra historitë e mia. And I write my experiences. My friends know these books and know these... Kjo që unë kam bërë është si një reportazh privat. Pjesa më e rëndësishme është se miqtë e mi I njohin këto libra dhe këto përvoja. Pjesa më e rëndësishme është se miqtë e mi përmes këtyre librave mësojnë për Shqipërinë dhe pastaj ata vinë këtu. Kjo është një shtëpi që nuk është më në funksion. Për mendimin tim, duhet të rinovohen. Sa për shtëpit, ndjej që ka një ndryshim të madh midis shtëpive të reja dhe atyre tradicionale. Në Zvicër është më e lehtë të rinovosh shtëpit, ndërsa këtu shpesh shoh shtëpi që nuk janë në gjendje të mirë, makina të vjetra apo edhe njerëz të varfër. Jo se në Zvicër nuk ka, por këtu I shikoj më shpesh dhe bëj foto që të tregoj realitetin e jetës së përditshme. On my trip to the mountains, Në lidhje me bujtinat kam pasur përvoja të mira duke qëndruar në to, sidomos në zonat malore. Janë të rëndësishme në zonat malore dhe ndryshojnë nga hotelet. Pronari bujtinës shpesh është një njeri që jeton atje dhe hap shtëpinë e tij për turistët. Kjo krijon një ndjesi afërsie dhe privatësie dhe më afron në kulturën dhe jetën e përditshme të atij vendi. Very often the owners are people just living there at this place. This year I came here especially for one reason was Më pëlqen shumë të flas shqip dhe këtë vit kam ardhur këtu për disa arsye. Njëra prej të cilave është festa e ditëlindjes së dikujt, por arsyeja tjetër dhe më e rëndësishmja është të mësoj gjuhën shqipe. Gjatë viteve të kaluara kam dashur të flas me shqiptarët, edhe pse mund të komunikoj anglisht ose italisht. Unë dua të flas shqip.
por jo të mësoj shqip. Kam bler libra dhe kam dëgjuar CD që të mësoj gjuhën shqipe. Kam filluar të mësoj fjalët e para si përshëndetje, mirupafshim dhe faleminderit. Kam mësuar të kërkoj një gotë me ujë, verë apo për të shkuar diku. Disa fjalë janë më të lehta, por kur përpiqem të bëj biseda më komplekse, ndjej vështirësi. Kam marrë mësime private këto 2 javët e fundit dhe mësuesja ime është shumë e mirë. I think I've never been here just for a trip. Kur mendoj të jetoj në Shqipëri, e shoh më shumë se si një udhëtim. Dua të njoh kulturën dhe historinë e vendit. Unë nuk e shoh veten vetëm si turiste. Gjatë kësaj kohe kam pasur kontakte me miq. Kam shkuar në teatr dhe kam marrë pjesë në ngjarje kulturore. Kam parë restorante të reja. Gjatë gjithë kohës kam qenë e zënë, dhe nuk e quaj më veten vetëm një turiste. Been in Tirana. Yes, it's nice. Yes, it's a big city. I just wanna have stories. Maybe not everything. The food, anyhow, the food you buy at the store. Përsa i përket çmimeve, Shqipëria është e shtrenjtë. Ushqimi që ju blini në dyqane, restorantet po ashtu, qëndrimi në hotel, më duket e shtrenjtë për Shqipërinë. Pak ditë më parë bëra ngjitje në Kodra dhe kam bërë disa foto nga maja e Dajtit. Ecja është një nga gjërat që më pëlqen më shumë. Mendoj se Shqipëria ofron shumë mundësi për hiking, pavarësisht se ku ndodhesh. Kam dëgjuar se vendet si Thethi dhe Korça janë shumë të njohura për ecje. Përsa i përket skijimit, ndodhet një zonë midis Korçës dhe Dardhës, që është e vetmja për skijim në Shqipëri. Takova pronaren e skive atje dhe ishte interesante të dëgjoja për mundësitë që kanë turistët për të bërë ski në këtë vend. Më pëlqen të eksploroj dhe të kuptoj kulturën dhe natyrën e Shqipërisë. Këtu kam bërë shumë miq dhe kam pasur eksperienca të paharrueshme dhe shpresoj të vazhdoj të zbuloj këto vendet e bukura. Sot në Tiranë kam vënë re një fenomen interesant. Burrat e moshuar që ulen në kafe ose në parqe dhe luajnë. Është një pamje shumë e bukur të shohësh këta burra të grumbulluar, duke kaluar kohë së bashku. Kjo më tregon se shqiptarët janë njerëz miqësor. Ndjesia ime është se ata janë shumë aktiv, jo ndoshta të gjithë, por ata me të cilët kam folur janë të angazhuar në jetën e përditshme, duke punuar dhe përpjekur të përmirësojnë jetën e tyre. Më duket se shqiptarët duan të jenë pjesë e zhvillimit dhe të kontribojnë për vendin e tyre, në familjet dhe bizneset e tyre. Kjo dëshmon se ata kanë dëshirë për një të ardhme më të mirë. Megjithatë, unë nuk kam plane të qarta për vitin e ardhshëm. Çdo vit është një eksperiencë e re, dhe ky vit nuk është ndryshe. Më intereson të di se çfarë mund të sjellë e ardhmja. Sa i përket ushqimit, më pëlqen të ha, por ndonjëherë mendoj se shqiptarët nuk kanë shumë tradita kulinare unike siç ka Zvicra. Ushqimi është i shijshëm, por ndonjëherë në zonat malore mund të jetë shumë i rëndë. Shpesh ushqimi përgatitet nga familjarët, në vend të një shefi kuzhine profesional, dhe ndon se nuk është gjithmonë i keq. Ndonjëherë ndjej se mungon një ndjesi e veçantë. Kam vënë re se ka shumë sallata me domate, kastraveca dhe qep, si dhe shumë patate. Në vendet ku kam ngrënë, shpesh ndodh që tavolina të mbushet plot me ushqim dhe ju mund të hani për orë të tëra. Madje, kishte dhe insistim për të përfunduar pjatat. Kjo është shumë ndryshe nga vendi im, ku zakonisht pas ngrënjes, kamarieri direkt heq pjatat. Në fund të kësaj interviste nuk kam një mesazh shumë të madh për Shqipërinë. E respektoj vendin tuaj dhe nuk kam qëllim të jap urdhra. Unë kam ardhur këtu për të parë, për të mësuar dhe për të ndarë përvojat e mia. Mendoj se çdo vend ka nevojë për zhvillim, dhe ndonjëherë është mirë të shohësh nga një perspektivë tjetër. Për mua, qëllimi i vizitës sime këtu është të mësoj për ju dhe të kuptoj si është jeta në këtë vend. Nuk kam ardhur për të thënë se si duhet të jetë gjithçka, por për të përjetuar dhe vlerësuar realitetin tuaj. Faleminderit që më dëgjuat dhe jam shumë e lumtur që kam qenë këtu. Ishte një nder për mua. Shpresoj se mund të ndaj me ju mendimet e mia dhe atë që dëshiroj të them. Jam me të vërtet shumë e lumtur që jam në Shqipëri. Faleminderit shumë.